Ju përshëndes shikues të nderuar, ju ftoj të ndiqni edicionin e lajmeve këtu në Kukës Televizion. Qendra e fshatit Shishtavec, për të cilën u investuan miliona lek dita ditës, po shkon drejt degradimit. Banorët shprehen se kjo ka ardhur si rrjedhojë punimeve të dobta dhe pacilësi. Qendra e fshatit e rikonstruktuar 2 herë në Shishtavec nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit përmes investimit të qeverisë shqiptare në vlerën e mbi 50 milion lekëve, duket se çdo ditë më shumë po del jashtë funksionit. Banorët e thonë se për shkak të cilësisë së dobët të punimeve, sheshi është duke u dëmtuar. Investimin e kam bërë, po investimi të ndihmu ato firma njëna tjetër, njëna e dobët, njëna më e mirë, apo më i merr këto. Pastaj këtu çimento dobët, vjen pak. A këtu kushtet atmosferike janë dimri, ngrica, pak më hy uja e nxjerr. Këtu ka qenë asfalt, ma mirë ka qenë asfalti. Se e vënë si për asfaltit, kockat nuk janë për... Edhe në trafsh, e pasan si përfaqe nuk e kanë trafsh. Me gungën, me gjanë rëshesin, lopt, kuajt, njerëzit. Investimi dobët. A prish se kanë po mirë. Po? Nga ngrica. Nga këto. Edhe rruga në hyrje të fshatit është amortizuar tërësisht duke e bërë më të vështirë lëvizjen e banorëve dhe automjeteve, sidomos në kohë me rreshe shiu e bore. Një shqetësim tjetër i banorëve është edhe furnizimi me ujë të pishëm. Pas më tepër ujin për thuj. Është Kallabaku ka bë për 5 fshatra ka qenë, i bëm. Edhe nuk mirëmahet, e mand vetëm në Osea 24 orë. Ne në apin, ka qenë tubacion, në gjitha ujësjes rjeti ka qenë, nuk e preson, nuk e kërkon kush. Pse nuk e apin, janë prish tuba, çka është problemi? Edhe ne nuk është mirë majt, në burim atje në Kallabak, është qatë diku dhe një tuba ta, a për patate, a për njësen, rjedhuja ne këtu vjen pak e nuk furnizon, edhe nuk të japin këtejnë. Sa orë në ditë vjen apo hiç? Kena pas, jo, me ujnë tonë, me kanalet, me ujësjesin tonë, 1 orë kena pas në mjes. Poshtë ngrica i prishte tubat plastin, edhe rreth të ujnë mallën e poshtme. Malla sipër me gjysmë për pjesë ç'kishte ujë. Nuk ju mahet, nuk kanë vendosur për shembull sahatet, orët që mat ujin. Si energjia, si celulari kur e mush, s'ke ujin. Edhe këtu secili dvejt sahatet, uji del tepër pas me të prish shkon edhe për pjesë. Se nuk e argjon gjithë thotë. Du me pagu paret. Nuk ka një pare ashtu. Ka një kontrol. Plesia gjithashtu. Një investim do për orët e ordica. Uj është kësa. Ja do vim vera, do vim fëmijët nga jashtë. Ska, do po shumohet një uj jo. Fshati Shishtavec, siç dihet, është pjesë e listës së 100 fshatrave turistik, por investimet e bëra vitet të fundit duket se kanë dalë jashtë funksionit për shkak të punimeve të dobëta. Tashmë është bërë publike lista përfundimtare e zgjedhësve të Bashkisë Kukës, të cilët do të ushtrojnë të drejtën e votës më 11 maj. Janë hequr nga lista zgjedhore dhe personat mbi 100 vjeç. 44.569 votues në Kukës pritet të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ndërkohë që është publikuar edhe lista përfundimtare. Ervin Spaju, përgjegjësi i zyrës së gjendjes së civile, tha se rreth 100 persona në moshën mbi 100 vjeç janë hequr nga lista e zgjedhësve. Për sa i përket personave me drejt mbi 100 vjeç është bërë njoftimi nga zyra e gjendjes civile, po nuk është marrë asnjë njoftim ose nuk është paraqitur asnjë pjesëtar i familjes ose një person gjendje civile për mu deklaruar. Dhe këto persona, afër 100 persona janë përjashtuar nga lista e votimit. Pasi nuk janë paraqitur gjendje civile për mu deklaruar. Ndërkohë me 11 maj votuesit që tradicionalisht kanë votuar në shkollën nëntëvjeçare Avni Rustemi për shkak të rikonstruksionit, të drejtën e tyre do ta ushtrojnë në 2 qendra të tjera. Për sa i përket rikonstruksionit të shkollës Avni Rustemi, është bërë vendosja 2 qendrave të votimit, 650 dhe 650 Nishi. 650 është vendosur në poshtë ilaçës numër 5. Ndërsa qendra 650 Nishi është vendosur pranë palesës së shkollës i reprezentant. Për herë të parë të drejtën e tyre për të votuar do ta ushtrojnë edhe emigrantët e Kukësit. Numri i emigrantëve votues nga jashtë është 1600. Situata e paqëndrueshme e motit me rreshje shiu e ditëve të fundit të marsit shkaktoi jo pak probleme në rrugët rurale. Bashkia e Kukës ka bërë bilancin e dëmeve të shkaktuara nga rrëshqitjet e dherave dhe gurve në rrugët rurale.
Situata e rëndë e motit e ditëve të fundit të shkaktoi jo pak probleme në rrugët rurale të bashkisë Kukës. Rreshtet e shiut me intensitet të lartë kanë shkaktuar përmbytje, rrëshqitje gurësh dhe dherash. Bashkia e Kukësit ka bërë bilancin e dëmeve të shkaktuar duke u shprehur se po punohet pa ndërprerje në të gjitha njësitë ku janë paraqitur problematika. Ndërhyrje e menjëhershme për hapjen e rrugës në Cernalev dhe Oresh, njësia adaptative Shishtavec, thuhet në njoftimin e bashkisë Kukës. Si pasojë e erozionit dhe rrëshqitjes së gurëve, një segment të rrugë në fshatat e Cernaleve dhe Oresh u dëmtua, duke vështirësuar qarkullimin. Drejtoria e rrugëve rurale me mite ka ndërhyrë për pastrimin dhe hapjen e rrugës. Sipas së bashkisë, rruga tani është plotësisht e qarkullueshme, duke siguruar lëvizje normale të automiteve dhe banorëve. Shtabi i emergjencave civile të bashkisë Kukës është gjatë gjithë kohës në terren për të monitoruar situatën që mund të shkaktohet nga rreshtet e shiut dhe borës në zonat e larta malore të paralajmëruar nga Shërbimi Meteorologjik Shqiptar për javën e parë të muajit prill. Pas përfundimit të zgjedhjeve në Kosovë, partia e Fatmir Limaj refuzoi të vendosë vija të kuqe për vetë vendosjen e Albin Kurtit. Për ndërtimin e qeverisë së re, Nisma ka përjashtuar futjen në koalicion me vetë vendosjen për formimin e qeverisë së re në Kosovë. Pas përfundimit të zgjedhjeve të 9 të shkurtit, Nisma Social-Demokrate Fatmir Limaj në paraqitjen e parë dhe të vetme publike ka refuzuar të vendosë vija të kuqe për lëvizjen vendosje në ndërtimin e qeverisë së re, duke deklaruar se është i hapur për diskutime për çështje me rëndësi nacionale. Antari i kryesisë së Nismës Sociale Demokrate Vesele Krasniqi në një përgjigje për Kosova Press ka thënë se për momentin s'ka asnjë lëvizje dhe se Nisma mbetet ende në deklarimet e mëparshme të kryetarit Fatmir Limaj. Jem në ato deklaratat e deklarimet e kryetarit Limaj. Nuk kemi asnjë lëvizje për momentin, spekulime janë, spekulime. Në mediat kosovare më herët u raportuar se 3 deputetët e Nismës do të votojnë pro formimit të qeverisë Kurti, por pa u përfshirë në koalicionin e qeverisës. Kujtojmë se Nisma Social-Demokrate do të ketë 3 deputet në Kuvendin e Kosovës. Ajo në zgjedhjet e parlamentare të 9 shkurtit ka garuar në koalicion parazgjedhor me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Kreu i kësaj partie, Ramush Haradinaj, për Kosova Press, ka thënë se nuk beson se do të mund të formohet qeveria Kurti 3, ndërsa është shprehur kategorike kundër një koalicioni me lëvizjen vetëvendosje. Ne jemi përcaktuar si aleancë për koalicion të opozitës, qeveri të opozitës, pra nuk besoj që do të ketë dikush nga opozita që do të bashkëpunon me vetëvendosjen. Edhe pashtu edhe Nisma është e përcaktuar për koalicion të opozitës. Ja, nuk besoj. Po pse për shkak se si kanë numrat e po vonohen ashtu. Si kanë numrat për atë arsye. Apo mundohen me bo ndaj? Nuk mund me bo, se nuk i kanë numrat. Kanë 10 deputet më pak se herën tjetër. Kryeministri në detyrë Albin Kurti gjatë urimeve të festës së Fitër Bajramit të dielën me 30 mars në Bashkësinë Islame të Kosovës i tha myftiut Naim Tërnava se po synojnë që në seancën e njëjtë kur thirret për betimin e deputetëve të zgjedhin kryetarin e kuvendit si dhe të formojnë qeverinë e re. Banka e Shqipërisë ka tërhequr rreth 932 milion euro nga tregu valutor gjatë vitit 2024 me qëllimin kryesor stabilizimin e kursit të monedhës europiane, por edhe rritjen e rezervës valutore. Në 2024 mbledhjet e euros rezultuan historike në krahasim me vitin 2023. Banka e Shqipërisë ka tërhequr rreth 932 milion euro nga tregu valutor gjatë vitit të kaluar me qëllim kryesor stabilizimin e kursit të monedhës europiane, por edhe rritjen e rezervës valutore. Nëse bëjmë një krahasim me vitet të kaluara, blerjet e monedhës europiane rezultojnë në rekorde historike, por përsëri kjo nuk ka dhënë efekte të dukshme në stabilizimin e kursit. Në 2024, euro e ka nisur vitin në vlerën e 100 lekëve për të zbritur më pas në pjesën e dytë të vitit në nivelin e 98 lekëve. Sipas raportit të Bankës së Shqipërisë, në total gjatë vitit të kaluar u blen 932.8 milion euro, prej të cilave 649 milion euro kanë qenë me objektiv ruajtjen e nivelit të dyshemesë së kursit dhe vetëm 283.8 milion euro ishin për të rritur rezervën valutore.
Në total, gjatë vitit të kaluar, Banka e Shqipërisë ka realizuar 20 ankande për blerjen e monedës evropiane, ndërkohë që gjatë këtij viti pritet që numri i ankandeve të jetë 22 dhe po ashtu edhe vlera pritet të jetë më e lartë e parashikuar midis 270 deri në 350 milion euro. Edhe vlera e rezerves valutore Bankës së Shqipërisë i është rikthyer niveleve rekord sipas shifrave të Bankës së Shqipërisë në muajin shkurt të këtij viti, preku vlerën 6.9 miliard euro nga 5.5 miliard euro që ishte një vit më parë. Kategoria e parë do të rikthehet sërish në aksion pasi ekipet do të bëjnë mes tyre llogaritë e javës së 31 të kampionatit. Duele mjaft interesante janë në program për të zhvilluar në të njëjtën ditë të shtunën ora 15. Kategoria e parë do të rikthehet sërish në aksion pasi ekipet do të bëjnë mes tyre llogaritë e javës së 31 të kampionatit. Duele mjaft interesante janë në program për të zhvilluar në të njëjtën ditë. Saktësisht ditën e shtunë do të luhen 6 ndeshje të kësaj jave, teksa kategoria e parë tashmë do të jetë me një orar të ri. Të gjitha takimet do të startojnë në të njëjtën orë në orën 15. Kështu mes tyre do të sfidohen për 3 pikët e kësaj jave Valbona Pogradeci dhe Kuksi Lushnja. Kuksi, siç dihet, ndollet në vendin e 10 me 28 pikë. Tashmë skuadra e udhëhequr nga Fation Tafaj do të ketë si synim pikërisht vendin e 8 dhe diferenca është e rikuperueshme, pasi janë edhe disa ndeshje drejt të fundit të kampionatit. Valbona nga krahu tjetër është skuadra e 2 që bie nga kategoria e parë. Valbona e Tropojës shoqëron Erzelin në kategorinë e dytë, të cilët në javët e mbetura do të luajnë thjesht për formalitet, pasi matematikisht kanë mbyllur llogaritë me kategorinë e parë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh, ne ju falenderojmë për vëmendjen, bashkëmirupafshim.